Përshëndetje, unë jam Arjan Gjezairi, personi prapa blogut Arjan's Cafe. Ky është video tutoriali im I parë gjatë cilit do të përpiqem t'ju elaboroj në pika të shkurtra si me zavendësu Notepadin e rregullt me Notepad 2, një aplikacion I shkruar prej Florian Ballmer, një programer I hatashëm zviceran. Fillimisht duni me shkarku programin për këtu, kuptohet, edhe me ekstraktu dikun folderin e juve. Unë e kam ekstraktu, e kam bërë gati për këtë video tutorial. Në anën tjetër na duhet edhe një aplikacion që quhet Take Control, edhe ky është I programuar prej Xpero. Këto mundi me gjetë në Google nëse kërkoni me emrin Xpero Utilities, edhe Google linku I 3 do t'ju çet këtë link pra këtu, ku për me gjatë klikimit do të vini këtë faqe dhe keni mundësinë për me shkarku. Gjithsesi edhe ky duhet më ekstraktu pra, edhe në folderi kemi vetëm këto dy fajla. Take Control na mundson që me marr privilegjet mbi fajlat e sistemit në Windows Vista, megjithëse jemi administrator, Vista nuk lejon me I bë disa veprime në drejtim të fajlave të sistemit. Fillimisht duhemi me bë një kopje, një backup kopje në rast se diçka nuk shkon në rregull të Notepadit standard, në mënyrë që edhe nëse kemi gabuar diçka gjatë ndryshimit, gjatë zavendësimit, atëherë me na u desh kjo kopje për me rikthyer përsëri në gjendjen fillestare. Unë po e bëj këtu një kopje, kopjova pra siç e pat fillimisht notepad.exe. Ky është Notepadi standard, me edhe shumë I thjesht, shumë bazik, nuk ofron shumë funksionalitet. Në anë tjetër po e ruaj këtu, edhe po e emërtoj Notepad backup, që me ditë në rastin na duhet diçka tjetër atëherë me rikthy këto. Okej, dhe hapi tjetër është me I pa fajlat e sistemit. Do të thonë që me mujt me pa fajlat e mshehura, e klikojmë ta show hidden files and folders, e hekim edhe hide protected operating system files. Okej. Tani duhet me gjetë vendet ku është I lokalizuar Notepadi, cilat nevojitet me I rishkruar. Njëri është në folderin Windows, në local C, domethënë ku është instaluar edhe sistemi operativ Windows. Këtu është njëri Notepad I pari. Atëherë me Take Control marrim kontrollin mbi këtë file. Open Take Control. File është I joni. Edhe Notepadi tjetër duhet me lokalizuar në sistem 32, në folderin pra sistem 32 në kuadër folderit Windows, Notepad, Open, Take Control, edhe kjo është I. Okej, tani hapi radhës është veç të marrim Notepadin, fajlin e shkarkuam prej faqes së Florian Ballmerit, e ndryshojmë në Notepad në mënyrë që ta ketë emrin e njëjtë sikur Notepadi standard. Kopjojmë, copy, kthehemi në folderin Windows, edhe fillimisht ky është I pari që po e rishkruajmë, domethënë, okej, klikojmë paste, na pyet apo dojmë me rishkru, na jemi të sigurt se po dojmë me bë këtë veprim, klikojmë okej, rishkruaje. Ky është dukja e re e Notepadit, domethënë shihni këtë menu toolbarin këtu, plus menu tjera shumë më shumë se Notepadi standard, të cilat janë profitabile nëse e përdorin për programerët, kuptohet përgjithësi. Edhe vendi I dytë ke sistem 32, edhe këtu kemi një Notepad. Okej, këtu është Notepadi, paste, përsëri po pyet apo dëshirojmë me rishkruan, jemi të sigurt se po dojmë me bë veprim, edhe kjo është e tëra. Tani po provojmë me hap Notepadin standard. Hapim drejtoren dialogut run, shkruajmë Notepad. Ja, pra, domethënë për këtë rast është e rishkruar, gjithçka është e zavendësuar, edhe sa herë të hapim Notepadin në rregull përmes linkut njëjtë, domethënë të aplikacionit ka më na shfaq Notepadi I ri edhe me shumë funksione tjera që janë më së të nevojshme. Thonë çka kemi bërë në përgjithësi me këtë rest, me këtë proces është kemi fushizuar Notepadin edhe kemi dhënë vetit mundësi më shumë për me manipulu me tekst në një web aplikacion, në një software aplikacion shumë bazik po me funksionalitet të madh. E tëra është kjo, nëse diçka rastësisht mund të shkojë gabim gjatë këtij procesi, atëherë kemi failin e ruajtur, do të Notepad backup, e rikthejmë emrin në Notepad përsëri, kopjojmë dhe mund të zavendësojmë fajla tjera. Kaq isha për këtë video tutorial. Nëse keni pyetje, lirësh mund të komentoni në blog, në YouTube, në faqen e këtij artikulli, dhe gjithsesi do t'ju përgjigjem nëse pasim në problem gjatë këtij video tutoriali. Nuk shpresoj se do t'ju ndihmoj dhe pritashit Notepadi kompjuterit juaj është më I fuqishëm në aspektin e editimit të fajlave të skriptave të ndryshme programuese përmes Notepad 2-shit. Mos harroni të komentoni në blog dhe të vizitoni Arjan's Cafe, pasi që çdo herë do të ketë diçka të re për ju. Faleminderit. Vetëm ty të kam.